Në Kosovë, diplomatët perëndimor po diskutojnë me përfaqësuesit politik lidhur me rrugën e krijimit të një gjykate të posaçme për trajtimin e pretendimeve të ngritura në një raport të Këshillit të Evropës për përfshirjen e ish-drejtuesve të UÇK-s. Çështja pritet të hidhet për miratim në parlament javën që vjen. Veprimtari i njohur shqiptar Adem Demaçi, i cili gjatë luftës ishte përfaqësues politik i ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cilëson të dëmshme këtë gjykatë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai thotë se themelimi i saj nuk është as në interesin e aleatëve perëndimor. Me zotin Demaçi bisedoi kolegu ynë Besim Abazi. Zot Demaçi, këto ditë Kosova pritet të miratoj themelimin e gjykatet posaçme për krime të luftës. Si shihni këtë gjykatë? Shikoni, unë krejt këto puni shikoj me një sy tjetër fare. Sa vjetë që ndroj këto e uleksi me krejt të drejtat e veta, me burgos këtë doj, me denu këtë doj. Nuk i mjaftu unë ka që vjetë për me mujtë, me hapë hetime, për ke ka dashur, për te ka pasur. Krejt kësaj dyqysh nuk po e vje era bashkë mirë. Mu po më duke që misë tonë, si që me thëmë tyne të Evropës, Evropa, nona jonë Evropa, nona jonë e madhe, edhe misë tonë tradicional amerikanë, sikur dyqysh nuk po e kuptojnë këtë poplin tonë, po nuk po e kuptojnë që kjo po krijon të ky popull i ynë do falsikletës që ata për atyre zyreve tyre nuk muj mi pas, nuk muj mi një. Pat mjaft kohë për me hapë hetime. As për ju mjafton hala. Ato fjallë të dikmarti që i folin në parlament, ajo është një çudi e madhe. Ka hjerën ati ato informata. Ato informata po i vine dhe i ka prej sërbisë. Hala po na çkaravit bord, apo do më na çkaravit hala. Nuk po thom që në atë luftë s'ka pas mundësi me u bo krime individuale. Po generalisht, të fillu prej zyres, prej bisedeve të mija që i kom pasë në shtapë, me krejta komandantët, gjithë dhe ju kom thonë edhe gjithë e kanë pranuar, që duhet ju përmohemi regullave Gjenevës, të luftës, edhe të mos bojmë na krime, që ose bojnë ata krime, ata jesin fajtor e ne zgudzojmë me hinë njëjtën lojë si kur që hinë ata, si kur që bojnë ata. Por edhe ideja për themelimin e kësaj gjykate, thuhet se ka të bëjë me individet, jo me ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Po, ushtria qëllimtare formohet për individve. Qofse ti i denon një generale, 2 generale, 3 generale, 5, 6, 7, 8 në eknej, atëherë po del se e meta e njerëzve thjesht është me i përgjithsu sërët. Thonë që, tonë jenë kësi fare. Kur ka bërë generale që shtu, tonë bërë kësi fare. Shtu që nuk është kjo rrugë e shpëtimit të Serbisë. Nuk shpëtohet Serbia duke ja bërë qefin e duke munduar Serbia t'i fajsoj shqiptarët. Po duhet t'a përjetoj Serbia fajnë e vetë, tu t'a di se është vetë fajtore, kretë për çka. Po formohet, e duhet formohet, ka marrë fund kjo, ka vendosë ata të formojnë. Ky farë gjyqi, krejt që ato faje i takojnë Serbisë. Krejt Serbia i ka bërë që ato dzesa. Edhe ma shumë se që ato dzesa. Ku jenë ato shpërngullit tona, ato tyndjet të shqiptarëve biblike që i thëshim ne? Kush i boni ato? Kush shkoj hoti, heroi jo një luftës e i paqës? Ku hupja njeri? Kush jenë ata që e bërë atë punë? Që hala tash Quruvin, tash po dalin në shesh, kush e vrau Quruvin. Me fjalë tjera, ky gjyq ishtë dasht të formohet për Serbinë. E jotë të merën shqiptarët, e të mundohen me honë shqiptarëve të më rinë, do njëse nuk do të më rinë kur fare efekti me këtë punë. Jo thatë edhe vetë keni kundërshtuar vazhdimisht pohimet e zotit Dikmarti. A nuk është kjo gjykat një mundësi për ta spastruar realisht tërat hamendësim që është ngritur në pohimet e tij? Po, nuk ishte e uleksi mjaft sa vjetë këtu për me mujtë mi spastru këto sen, po dashka tash edhe gjykat tjetër me formu gjykat të re. Ku në shkunë gjithë të vjetë neve? Që se kanë pas fakte, leti ke gjitha të fakte. Edhe jo me lujtë majtat me në ka përqyë neve 7-8 vjetë kote, tash të pi vjen men dikuj me formu një farë tribunale mi apo qefin Serbis atje, edhe mu bo gaz. Mu bo gaz, po bo gaz, kur thot një Evropë, kur thot një Amerikë, që shiko, deshtët, na do të formojmë këtë punë. Ku po jetë demokracia këtu? Qëfar shteti hamomit që në kim neve?
Kur u bo këfar shteti, kështu që mos me pyet kërkush ka i ka dajt e çka duhet me bo, e si duhet me bo. E thatë dhe vetë se kjo tashmë është çështje e kryer. A mendoni se duhet të votohet në Parlamentin e Kosovës për ta shmangur Këshillin e Sigurimit? Unë me qenë, aty si kesh, ja kisha po këta s'muj me bo, se këta e në karjerista krejt. Unë me qenë kisha thonë, po thoni, qepe ja u lom, na, po japën dorëheqje krejt, po tërhiqe me parlament, me qeveri, me krejt, mos i ko ka ardhë puna deri këtu, sa që ju s'pe bëni hesap këtë popull edhe neve, s'po na bëni hesap, na keni qitën fund pusit, atër që, bëni, burgosni, vendosni çka doni, na s'kemi me marrë pjesë në atë pune, po rrime po presim, po qyre çapo. Po s'kanë fuqi këta me lonë pushtetin se me nëzi kanë mërinë ata pushteti, kanë bo 100 ekshibicione për me që atë në pushtetë e munale atë në pushtetë. Kështu që ata së në pojnë të punë. Kështu që po them, kjo punë është shumë nënçmuese për krejt një popull, për krejt një Kosovës. Këtu kemi problem me një popull të ndamë dy pjesë. Është njëna pjesë e cila ka kapituluar me kohë. Është pjesë e atyre njerëzve që kanë bashkëpunuar me okupatorin sërb me 20 vjetë e 30 vjetë. Ata nuk kanë besuar që ka mundësi të luftohet e të fitohet kundër Serbisë. Është pjesa tjetër që ka pas besim dhe ka pas fuqi me fliju veten. 5.000 njerëz i kemi ne o vlla që me pushkën dorë kanë vdekë në për fronte. Ku po i lom në ata njerëz? Qysh mundën me thonë këtë gjë është kundër UÇK-s? Atë fjallë për flasën edhe gazetarët e kësi. Ajo, për nënkuptohet edhe për qytetarët e thjeshtë. E megjithatë, Kosova këto ditë përmbush një vit që kanë nënshkruar marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve pikërisht me Serbinë, zoti Demaçi. Si shihni ju këtë proces deri tash? Shikoni, unë mendoj se tash me këtë kthesën që u bë brenda popullit serb, me ardhjen e Vučićit, me fitoren shumë të madhe nga populli serb, duke i treguar ai të vërtetën. Është i pari serb udhëheqës që thot politika jo 200 vjeçare ka qenë e gabuar. I pari serb i cili ka deklaruar para Evrope, para bote që u turpëndohen për të kaluar montimin nacionalist. Tash po krijohen kushtet. Ky vit e këto bisedime timponuar nuk ka dhënë kur fa rezultatesh. Tek e fundit e kemi pa që Serbia nuk po i zbaton asnjë peq. Na po i zbatojmë, Serbia s'po i zbaton. Sa po bom, alo s'po teret boja atje në shkrimive tyne, këtu po dalën pi bon 100 dredhi, 100 mohime, 100 lodra me ato vendime që po bon. Kështu që me aso mënyrash me Serb nuk mujmë i dalën kryenit. Duke ju bërë lëshime Serbëve na nuk mund t'i demokratizojmë Serb. Zot Demaçi, i faleminderit shumë. Edhe ju e faleminderit që ma dhatë rastin të drejtohem përmes një stacionet fuqishëm. Shqiptarëve të mi, edhe miqve të mi, unë i duhe, pra ndaj edhe kom qef me ja u thonë mendimin tem, që letnalin e let mendojnë pak.